Flasim për situatën politike dhe sonte sigurisht me në fokus protestën e Partisë Demokratike. Sot me mua në studio është Gen Strazimiri, deputet i kësaj force politike. Mirë se erdhët. Mirë se vjeta. Zoti Strazimiri, çfarë po ndodh tek Çadra? 33 ditë protesta. Cili është qëllimi dhe si do të vijohet më tej? Çfarë po ndodh në Çadër? Po protestohet. Qëllimi është të sigurojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme, të çlirojmë procesin e zgjedhjeve dhe demokracinë në Shqipëri nga një qeveri e cila duke qenë se ka treguar disrespektin më të madh për ligjin penal, nuk besoj se mund t'i besoj dikush me logjikë të thjeshtë dhe të shëndetshme se do të respektojë ligjin zgjedhor apo parimet e shkruara dhe të pashkruara të demokracisë. Jemi të vendosur që ndrojmë deri në fund, sepse në fund të fundit zgjedhjet janë xhesti që tregojnë nëse një shoqëri është e lirë apo jo dhe çdo individ i saj është i lirë apo jo. Çfarë kuptoni me fund? Deri në fund kur? Derisa të sigurojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Keni akoma mbështetje qytetare? Sigurisht, mbështetja qytetare shtohet çdo ditë dhe ju keni pasur rastin dhe ju falenderoj për këtë. Të jeni atje 24 orë në ditë ashtu sikurse edhe ne, dhe shikoni që mbështetja qytetare dhe sigurisht edhe mobilizimi i strukturave të Partisë Demokratike ka qenë gjithmonë në rritje. Mendoni se edhe kjo protestë mund të mbyllet si shumë të tjera, të ngjashme, qoftë edhe në kohën kur ju keni qenë në qeveri, protestat të ngjashme janë mbyllur kështu, janë mbyllur pa një rezultat të kënaqshëm për ata dhe pa u plotësuar asnjë kërkesë. Unë besoj se kjo për shumë arsye nuk ka ngjashmëri me asnjë protestë tjetër që është zhvilluar në këtë vend, qoftë dhe nga ne vetë. Është një protestë emancipuese për shoqërinë, është një protestë që ka zgjatur më shumë se çdo protestë tjetër. Më lejoni t'ju kujtoj që protestat e dhjetorit 90 që rrëzuan regjimin komunist zgjatën më pak se 72 orë. Nga mbrëmja e thellë e 8 dhjetorit 90 deri në të gdhirë të datës 12 dhjetor. Po ashtu protesta që përfundoi me shëmbjen e busit diktatorit, simbolit të komunizmit dhe diktaturës në Shqipëri në shkurt vitit 91, filloi me datën 18 diku nga ora 2 e drekës me grevën e orisë dhe u mbyll me datën 20 në orën 9 darkës. Kjo është një protestë që shtatë ju sot është në ditën e saj të 33, qëndron për një çështje jashtëzakonisht të fortë, një situatë krejtësisht tjetër, pavarësisht se problemet mbeten po ato. Besoj që nuk ka asnjë shans që të mbyllet siç thatë ju pa rezultat, sepse mos rezultati i kësaj proteste do të thoshte vendosja e zyrtarisht dhe një regjimi diktatorial edhe në Shqipëri. Regjimet diktatoriale nuk është se kanë brirë, ajo që i bëjnë është blokojnë mediat, blokojnë sensi qytetar të reagimit dhe në fund fare blokojnë votën e lirë. Deri diku kanë mbritur, ne tek vota e lirë nuk do t'i lejojmë të shkojnë dhe për këtë garancia jemi ne. A mendoni se ja vlen kjo mënyrë, le të themi mbledhja çdo ditë në Çadër, vijimi një proteste, le të themi se edhe njerëzit mund të lodhin, kjo është shumë e natyrshme në kohën ku nuk ka asnjë reflektim nga ana e mazhorancës? Fakti që s'ka si ka treguar vërtet kokëfortësi që kërkesën tuaj nuk do ta marrë në konsideratë qeverisë teknike. Shiko, nuk ka asnjë çështje, mendoj unë, më të përputhshme me dinjitetin njerëzor se sa garancia për votën e lirë, që të shprehesh si individ, ashtu sikurse edhe si shoqëri. Dhe besoj që nga kjo pikpamje, cili do që han kokëfortësi, bën kokëfortësi me popullin në rrugë, me njerëz që kanë mision, e kanë tashmë mision të tyre, të luftojnë deri në fund për dinjitet, unë do t'i bëja vetëm një urim, duke qenë në anën e dinjitetit, Zoti ta shtoft kokëfortësinë. Sa më gjatë, aq më keq për ty, faturën me gjithë kamat vonese paguan ti. Ju thash edhe një herë, nuk ka rrugë më të shkurtër se kjo, është vetëm qëndres deri në fund për të çliruar, siç ju thash, vendin nga një klik, nga një band që ka kanabizuar Shqipërinë, që po vjedh dhe po plaçkit çdo ditë, po tregon haptazi që nuk ka asnjë respekt për kundrazi. Po vepron në shkeljet e të gjitha ligjeve të vendit dhe për më tepër në shkeljet të kodit penal, të atyre kapitujve më të rëndë të neneve të tij, dhe sigurisht nuk mund të ketë njëri besim që do të respektojë kodin zgjedhor. Për këtë qëndrojmë, për këtë do të qëndrojmë. Kjo nuk është kokëfortësi, është një luftë për ekzistencën e dinjitetit njerëzor në këtë vend. Mbas 27 vjetësh kjo është e dhimbshme të thuash prap, por këtu jemi. Qoftë kjo betejë e fundit e kësaj shoqërie për të vendosur realisht
që qëndron në anën e dinjitetit njerëzor. A mendoni se kërkesa juaj për qeveri teknike është disi maksimaliste, në një farë mënyrë ju kërkoni pushtetin? Jo, dhe çdo qeveri do ta refuzon? Jo, në asnjë farë mënyre, ne kërkojmë në të gjitha llojet e mënyrave që qeveria e cila është e implikuar me 19 kriminal në parlament, që nuk erdhën aksidentalisht, nuk ranë nga qielli. Nuk ishte, domethënë, problem i kushteve atmosferike që e solli, as bora, as tërmeti, as shiu, as rufeja. Është vullnet politik i mbrapsht i atij që sot drejton vendin. Ne kërkojmë që ai të largohet. Ne kërkojmë që megjithëse ligji i dekriminalizimit u aprovua dhe ne e morëm zvarr për të miratuar ligjin e dekriminalizimit, ju e mbani mend fare mirë kur ai thoshte që nuk ka kriminal në parlament, dhe pastaj doli tha nuk kanë 19, sot janë 19, zyrtarisht. Dhe me letrat KQZ-s dhe me letrat prokurorisë, në këtë situatë është e pamundur të vazhdosh dhe të mbash të bësh sikur kjo nuk ka ndodhur. Është maksimaliste, thatë ju, po është e patolerueshme të mbajmë një kryeministër, qoftë dhe me dyshimin që këto sapo ju thash janë të provuara, të ekzistojnë, qoftë dhe vetëm në një element. Ju keni krah për krah kryeministrin me persona tashmë të deklaruar, që kanë më shumë se 5 identitete, minimalisht 5, shkojnë 9, në 10. Janë persona të provuar që kanë kryer vepra të rënda penale, siç është përdhunim në grup të minorenëve, vrasje, porositje vrasjesh, trafikim droge, menaxhim prostitutash, trafikim të qenieve njerëzore, të cilët ai vazhdon dhe i mbron. Ju sigurisht pyetjen tjetër do ta keni që apo dëmtoni ju vettingun me këtë punë. Unë mendoj që nuk po virata vettingut, por derisa të shkojmë te vettingu, kam një tjetër pyetje. Unë po i parapri, që të paktën edhe mos ju ha kohën, që sigurisht e keni të vlefshme. Ajo që ju quani vetting dhe ajo që të gjithë opinioni publik e konsideron një gjë të domosdoshme që duhet ndodh. Kthehemi prapë tek vettingu, nuk është problem. Problemi të mbaroj mendimin. Në bazë të vettingut, të atij ligjit që me aq pompozitet dhe me aq antikushtetueshmëri kryeministri e sponsorizon sot, në bazë të atij ligji që do duhet pastronte çdo punonjës të drejtësisë, personi i cili ka të dhënat e kryeministrit të sotëm, të dhënat publike, ajo që nxjerrni ju nëpër televizion, nëpër ekran, apo që dalin për gazeta, personi i cili ka pirë qoftë dhe një kafe me një person, me të dhënat që sapo ju përmenda, të kryebashkiakëve të Partisë Socialistëve, të anëtarëve të parlamentit të kandiduar nga Partia Socialiste, nuk do të mund, jo, është më keq, është më taksative se kaq. Nuk punon as roje në prokurorinë apo në gjykatën më të parancishme të këtij vendi. Një njeri me këto të dhëna nuk mund të pastrojë drejtësinë. Dhe ky është kryeministri i vendit. Për këtë arsye ne themi që ky duhet largohet në mënyrë që procesi vettingut mos jetë më një hipokrizi, por të jetë një proces vërtet pastrimi. Në një intervistë që zoti Rama tha mbrëm për të rikthyer dekriminalizimit, tha që të gjithë kandidatët e tij për deputet kanë paraqitur dëshmi penaliteti. Kështu kërkon ligji, ai e ka respektuar, asnjë nuk ka rezultuar me vepra penale. Çfarë duhet bënte zoti Rama më shumë? Po unë mendoj që zoti Rama do duhet kishte pyetur strukturat fjalëvend të Partisë Socialiste të Lezhës. Çdo qytetar të Partisë Socialiste të Lezhës, Leza është një qytet që sot ka rreth 30 cami banor, gjithkush di çfarë bën gjithkush tjetër. 3 vakte të ditës. Nuk ka zgjedhur një kandidat në New York City. A mund të penalizohet dikush që ka respektuar ligjin? Sigurisht, por nuk e ka respektuar ligjin, dhe zoti Rama e ka ditur. I gjithë opinioni publik e ka ditur. Të gjithë listën e deputetëve të zotit Rama. Në qoftë se sot më thua që në një provincë si Lezhë, Mamura si apo Laçi, apo Kavaja, njerëzit nuk e dinë se cili është personi që zoti Rama ka vendosur atje, kjo është një gjë që as ju nuk e besoni. Dhe bëni mirë të qeshni tani, mos ta mbani të qeshur. Kjo është tragjike. Kjo është tragjike, nuk është as pak komike. Me këtë gjuhë flet dhe fshihet pas gishtit si një rrugaç, si një vagabond, kryeministri i vendit. Dhe kjo është një arsye për ta shporur tani, as një sekond më vonë. Dhe të ndalemi dhe vërtet për të kuptuar edhe të gjithë qytetarët, pse kam ngulni kaq shumë në qeverinë teknike? Ju keni një shqetësim i cili është real, okay, ju mendoni se zgjedhjet e 18 qershorit do të manipulohen. Dhe ju mendoni se infrastruktura nuk është e duhura për zhvilluar një proces me standarde. A i keni kërkuar ju kësaj mazhorance që të ndërtoj infrastrukturën e duhur dhe të ngrini një tryez dialogu për këtë, në mënyrë që të shkohet në zgjedhje për të plotësuar në një mënyrë indirekte dhe kërkesa juaj. Por nëse ju kërkoni në mënyrë shigjetuese qeveri teknike, le të themi ka dhe një intimidim nga ana e mazhorancës dhe kështu pastaj komplikohet edhe procesi një dialogu që do të kishte qenë i thjeshtë për infrastrukturën zgjedhore. Një mazhorancë që funksionon si një band, si një organizatë kriminale nuk është kollaj intimidueshme, e para. E dyta, fakt, edhe nga kjo studio,
unë ose kolegë të mi që në maj të vitit 2016, jemi në mars të vitit 2017, kemi paraqitur me shkrim dhe publikuar faktin që ne kërkojmë si të vetme garanci për atë që quhet reforma zgjedhore në këtë vend, realizimin e një procesi krejtësisht realizueshëm nga pikpamja teknologjike e votimit, numërimit dhe identifikimit të zgjedhjeve në mënyrë elektronike. Është më pak i kushtueshmi, është më i sigurti, është më pak i influencueshmi nga ana e çdo lloj bande, çdo lloj qeverie për motive politike ose jo, të zgjedhësit, të çdo individi dhe të shoqërisë. Kështu që nuk është as pak shigjetuese, nuk është as pak e papritur, përkundrazi, është një gjë që është kërkuar nga ne me forcë dhe zyrtarisht që në maj të vitit 2016, mbas edhe më herët, po unë mendoj se është në maj. Çfarë pret Partia Demokratike të arrihet me vizitat që po bën zoti Basha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe a prisni ju vërtet një mbështetje më të fortë ndërkombëtare në kohën kur vetë ndërkombëtarët, ata që janë në Tiranë, ju kanë etiketuar si parti bllokuese vettingut dhe si parti që nuk doni reformën drejtësi? Jo, për fat mirë, me gjithë qëndrimet e po themi të dyzuara të ndërkombëtarëve që vinë në Tiranë, më lejoni të them që janë përfaqësues të administratës, janë të detyruar të jenë të kujdesshëm, askush nuk e ka thënë këtë që thoni ju. Nuk ka thënë që është forcë bllokuese, secili prej atyre ka thënë që sigurisht ka vendosur theksin tek vettingu, siç e vendosim dhe ne. Në Çadër ne kërkojmë të bëhet vettingu, po jo vettingu i Ramës, vettingu i njerëzve që nuk kanë duar të fliqura me krim të organizuar, me prostitucion, me përdhunim minorenësh, me vrasje apo me trafik droge dhe vjedhje vilash. Kështu që nga kjo pikpamje jemi krejtësisht në koherencë me faktorin ndërkombëtar dhe me çdo faktor tjetër antiqeveritar në këtë vend, sepse qeveria sot është më e vetmuara nga të gjitha. Përse vazhdojnë përkrahjet kanë ardhur në Çadër dhe ju keni transmetuar dhe ju falenderoj përsëri që keni transmetuar dhe live. Procesi i sqarimit të ndërkombëtarëve ka qenë një konstante e jona, ne sigurisht jemi një vend antar i NATO-s për shkak të forcës tonë politike. Më thënë që dosja e Shqipërisë nga një vend i parëndësishëm në një cep të Ballkanit tashmë është në 27 më të rëndësishme të globit, ata që prodhojnë siguri. Kështu që në këto kushte kemi dhe ne detyrimin të sqarojmë partnerat dhe të përgjigjemi kërkesave të tyre për sqarim. Ashtu sikurse interesit të tyre për të arritur në një rrugë zgjidhje. Rrugë zgjidhja për mendimin tim dhe për mendimin e Çadrës dhe të gjithë drejtuesve të Partisë Demokratike dhe të secilit prej anëtarëve të Partisë Demokratike që vazhdon dhe militon në atë Çadër në emër dinjitetit dhe të votës lirë, është që kurrë në historinë e njerëzimit një bandë kriminale nuk është larguar me negociata. Një bandë kriminale thjesht duhet largohet. Pikë. Si të largohet thjesht? Duke u larguar. Është një qeveri e votuar. Është bandë kriminale. Është një bandë kriminale. Ka votën e Sovranit. Unë e kam thënë dhe herë tjetër në këtë studio, po, Sovrani mashtrohet. Sovrani, shiko, me votë të lirë dhe me vetë... Kjo është demokracia, zoti Pikërisht, Strazimiri. jam lejon të shpjegoj. Jo, kam thënë dhe një në këtë studio. Me votë të lirë, populli, Sovrani, vendosi të shpëtoj Barabën dhe të kryqëzoj Jezu Krishtin. Me votë të lirë, krejtësisht transparente. Faji mbetet Pilatit. Nuk është ashtu. E ka vendosur populli me votë të lirë. Demokracia nuk është një sistem perfekt. Është një sistem në cilin popullin e mashtron dhe e let vendosësh. Ne kemi mbritur një situatë tjetër, ku populli nuk po e lën dot as të vendosë. 120.000 antar, rrogtar të kësaj administrate, ju i keni publikuar nëpër media më së shumti informacionet, nuk janë denoncimet tonat nga zyrat e Partisë Demokratike, janë vendosur në një armatë detyruar të nxjerrin se sa vota do të sjellë secili për Partinë Socialiste, ata janë punonjës administratës, janë në punës civil. Dhe në këtë mënyrë, kjo bandë kriminale, e cila ka të paktën 19 antarë në parlament nga 63 deputet që ka zoti Rama, të paktën janë 19 dhe është shifër zyrtare, nuk është më e Partisë Demokratike, po korrupton 120.000 punonjës tjerë të shteti dhe sa tjerë dyqanxhi. Administrata ka qenë e politizuar dhe një problem shqetësues, qoftë edhe në raportet ndërkombëtare të OSBE-ut në të gjitha qeveritë e vendit tonë. Por sa i përket tash nëse do të mos atribuojmë gjëra vetëm tek një forcë politike ndërkohë që është një problem dhe ka ekzistuar gjithmonë. Atëherë vazhdojmë, po ka ekzistuar. Ka ekzistuar si një nga problemet. Problemet, ju a thash dhe është lajm juaj, jo imi. Janë provat tuaja të mia formular që jepen çdo në punësit administratës. Që administrata ka qenë e politizuar në këtë vend, sigurisht dihet në 27 vjet. Një pjesë të drejtuesve të administratës, sigurisht pozicionet e larta, deri në një farë niveli, sigurisht kanë lëvizur. Po kur ndonjëherë nuk ka qenë ky alarm që është sot i dhënë nga ju si media, jo nga opozita, jo thjesht nga opozita. Provat kanë dalë nga ju në media. Formular për çdo punonjës administratës, nga pastrusja e VC-ve të institucionit, ati më të parëndësishmit, në cepin më të parëndësishëm të Shqipërisë, më të largët, deri tek ministri sipër, merr përsipër
sa vota do t'i sjellësh Partisë Socialiste. Kur s'ka ndodhur ndonjëherë më parë, janë ndruar ministra në 27 vjet, ministrat e brendshëm, kur s'ka dalë në policia të thotë shoku ministër, faleminderit. Kjo është një shenjë politizimi që nuk ka ndodhur më parë apo jo. Ka pasur të dhëna kritika. Jo shoku ministër, megjithatë. Asnjë, më fal. Ke qenë dhe falënderim sepse ministri ka punuar dhe ka bashkëpunuar mirë me punojësit e tij. Po s'ka ndodhur ndonjëherë më parë. Dhe ministri që nuk ka ndodhur, çfarë do të thotë? Ministri është nivel politik, më lejoni t'ju a them sot për herë të parë, ta kuptoni edhe jo, ministri është nivel politik. Të falenderosh një drejtor të përgjithshëm si kolegun brenda një organizate, nuk do të kishte një problem shumë të madh. Pavarësisht nëse drejtori i përgjithshëm mundet kishte qenë i politizuar ose jo, këtu do të ndaheshim në opinione. Njerëz me kapelen kokë që falenderojnë njëri tjetrin si koleg. Ministri është nivel politik. Këtu nuk mund thuash që është apolitik si veprim. Çfarë prisni ju tani? Që Edi Rama të jap dorëshën? Shporrat. Të jap ai vullnetarisht dorëshën? Këtë prisni? Kjo do jetë zgjidhja? Unë jo, personalisht mendoj që ai ju a thash dhe uroj që Zoti t'i shtoj kokë forcinë. Ndërkohë, pse nuk ishni dorë tashmë nga vetingu kur e pat që kjo mënyrë nuk funksionoi? Ç'do të thotë të hiqem dorë nga vetingu? Vetingu do të bëhet se s'bën. Mos kushtozoni qeverinë teknike me vetingun. Jo, vetingu do të bëhet se s'bën. Vetingu do të bëhet se s'bën. Se nuk shkoni atëherë në parlament të votoni. Sepse i kanë duart e pista, i kanë duart me prostituta. Nuk mund të pastrosh diçka kur duart i ketë pista. Do të lash duart një herë. Edhe para se të hash bukë lan duart një herë. Jo më kur merr të pastrosh diçka. Se ndryshe atë gjë që do ta pastrosh e bën dhe më pis. Dhe këta i kanë duart pista. I bie pas zgjedhjeve. Sapo të pastrohet parlamenti, sapo ky të shporret, sapo kriminalizuesi i politikës, i administratës dhe i drejtësisë të largohet. Mendoni se kështu do ta dëmtoni veten? Jo, as pak. Asnjëherë nuk dëmtohet vetja nëse qëndron fort dhe pa dilema në emër të dinjitetit. A do të merrni pjesë në zgjedhje? Në 18 qershor? Sapo e kemi thënë që jo, me këtë qeveri nuk mund të ketë zgjedhje. Mund të ketë votime, kemi votuar në 46 vjet rresht. Nga 45 deri në 91 ne kemi votuar. Votime bëheshin vit për vit. Zgjedhje nuk ishin ama. Ne nuk duam të kthehemi më në atë situatë. Ne duam zgjedhje me garancinë e çdo individi të kësaj shoqërie që të votojë në mënyrë të drejtë, të vendosur në mënyrë të pakushtëzuar, i padhunuar në vendimin e tij se për këtë do të zgjedh. Duam zgjedhje, jo votime. Në votime nuk do të marrim pjesë kurrë. Dhe këto që po përgatiten janë votime, për arsyet që ju thash më lart. Mazhoranca thotë që mund të bëjë zgjedhje edhe pa ju. Si e shikoni këtë? E ka bërë partia e Mazhorancës, partia e punës quhej, ka ndruar 4 herë emrin deri tash. 4 është lindja. Gjithmonë kështu ka thënë. Dikur thoshte demokracia proletare është demokracia e vërtet, nuk na duhen partitë tjera. Me sa duket gjithçka shkon kur i vjen rreth e qarkgjës mbrin prapë në origjinë. Kanë mbritur në origjinë, duhen shporur ashtu siç do të shporreshin edhe një herë nga e para në 90-ën. Megjithatë, sido që të vi situata, unë jam shumë e bindur që zgjedhjet nuk do të bëhen pa opozitën, por ajo që le të themi është vënë re është fakti se opozita është përqendruar vetëm tek çadra, nuk po merren me struktura. Çfarë po ndodh? Po organizoheni siç keni bërë në çdo periudhë parazgjedhore apo fokusi është çadra, qeveria teknike dhe bërja presion qeverisë? Po ndërkohë kur të vi momenti i zgjedhjeve mund edhe të jeni të papërgatitur në këtë drejtim. Kërceli i asaj çadre që e mban në këmbë dhe rrit çdo ditë janë pikërisht strukturat. Që ajo çadër atje qëndron në këmbë pikërisht se strukturat e Partisë Demokratike janë të forta dhe më të vendosura se kurrë. Sipas disa eksponentëve të mazhorancës, po kryeni vetvrasje politike, duke mos u organizuar për zgjedhjet. Atë ta shohim. Unë t'ju them që në 13 vjet historitë të njerëzimit, çdo mazhorancë apo qeveri që ka ngrënë natë me popullin në rrugë, kurrë deri më sot nuk ka fituar. Nëse fitojnë këta do të jetë hera e parë. Ndërkohë, ajo që le themi akuza merën që ka bërë mazhoranca në drejtim të opozitës gjatë kësaj periudhe ka qenë fakti se ju po përpiqeni të destabilizoni vendin, madje me tendencë për të rikthyer dhe 97-ën dhe për këtë keni dhe bashkëpunim me shtetet e tjera. Nuk janë nominuar shtetet, por është folur për influenca ruse, është folur për fqinj që nuk na duan të mirën. Si është kjo situatë? Unë mendoj që prapë kthehemi tek Partia e Punës. Gjithmonë është armiku i jashtëm që nuk na do të mirën agjenturat e huaja etj me radhë. Të akuzosh Partinë Demokratike, forcën e parë antikomuniste që zhduku hoqi nga pushteti klikën sovjetike në këtë vend për prorusizëm, ta dhe mund ta bëjnë. E pas ka thënë dje ai që nëse një hetues Fatmir Xhafa ka rraura për torturuar njëri, është aq e vërtetë sa unë jam i droguar, gjë që është nuk ka asnjë dyshim më që ai është droguar. Kështu që me të tilla gjëra këta vetëm se fyen. Ai e tha për të provuar të kundërtën që nuk është e vërtetë. Ai është i droguar. Ai është i droguar se përndryshe do kishte bërë testin. E çuam, propozuam ligjin e të bëhet testi, tha jo, nuk e bëj. Kështu që ai është i droguar.
që është evidente. Gjithsesi, të thuash Partisë Demokratike, forcës par excellence, që në krijimin e saj, antisovjetike, antikomuniste, po them, lindore në kuptimin më të thellë të fjalës dhe të traditës, forcës më pro-perëndimore, forcës që futi Shqipërinë në NATO, forcës që lidhi marrëdhënie me Shtetet Bashkuara të Amerikës, forcës që hoqi vizat për shqiptarët, forcës që ka firmën e kryetarit saj në çdo hap të integrimit perëndimor jo lindor të Shqipërisë. Thua është pro-ruse, vetëm këta mund ta bëjnë. Është njësoj sikur mund t'i besoj dikush aq sa që kanë besuar që mas 27 vjetësh kryeministër, shoku Mehmet kishte dalë poliagent, kishte 46 vjet që ishte poliagent dhe partia nuk e dinte. E zbuluan një moment caktuar. Kaq qesharake është. Ndërkohë, njësoj si natë kohë, po luajnë me jetën tona. Çdo minutë që kalon është minutë i shpenzuar nga jetët tona. Të kësaj shoqërie të fëmijëve tanë. Po luajnë me të ardhmen e tyre. Një përgjigje të shkurtër, sepse na ka përfunduar koha, u duk sikur Partia Demokratike shpresoi tek presidenti që nuk do të dekretonte Xhafajin si ministër të brendshëm. Ndërkohë që ndodhi e kundërta, presidenti tha respektoj kushtetutën edhe pse kam një mendim ndryshe. Në një farë mënyre keni një zhgënjim me presidentin? Jo, ju është dukur gabim. Presidenti sigurisht ka vepron mbi bazën e një dokumenti që është kushtetuta, ne të gjithë e njohim. Sepse deklaratat para se të ndodhte dekretimi, kur presidenti ndodhe jashtë vendit, ishin shumë optimiste të zotit Basha. Që presidenti do të dekretoj? Po. Që presidenti nuk kuptohet se tani. Atë e keni kuptuar, sa po ja thash, e keni kuptuar gabim. Zoti Basha e njeh kushtetutën po aq mirë sa unë dhe secili për nesh, po aq mirë sa presidenti dhe këshilltarët e tij. Nuk ka pas instrument kushtetues dhe ligjor presidenti të mos ta dekretonte zotin Basha. Asnjë hapësirë se flitet që mund të ketë pasur disa hapësira të drejtorit gjykatës kushtetuese. Gjithë logët që flasin nga obstetrik ginekologjia deri ke kushtetutshmëria, ata mund ta thonë, por nuk është kështu. Unë nuk prisja një mos dekretim nga ana e presidentit, sepse nuk e kishte një instrument të tillë. Gjithsesi, presidenti mungoi të jepte një mesazh, t'i tregonte kësaj shoqërie që bindja e tij nuk është ajo që është morali sot i shoqërisë. Kushtetuta për fat keq që tregon moralin e shoqërisë nuk e lejon të mos ta dekretojë Fatmir Xhafën. Falenderoj që ishit në studio. Faleminderit.